Dimri në fakt në ka ardhur pak për para kohe, që në nëntor, sidomos me trendin e fundit të inteligjencës artificiale, AI Snow Trend, ku sidomos vajzat, po të gjithë thuajse, po bëjnë përmes një platforme që do të sqarojmë çfarë është edhe si funksionon e gjitha, disa foto shumë të këndshme për të parë, por që pak edhe të frikshme kur e mendon nga ana tjetër, sepse janë të gjithë duke vepruar po njësoj edhe të gatshëm të bëjnë gjithçka vetëm e vetëm që ta kenë këtë trend në Instagramet e tyre të postuar apo në rrjetet të tjera sociale. Me mua në studio për të sqaruar dhe mbase për të ndihmuar dikë që do ta provoj është ekspertja e marketingut digital Fatjona Murati. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Fatjona. Mirëmëngjes, kënaqësi tani me ju. Ti e ke provuar trendin nga përshtypjen? Po, patjetër. Kush nuk e ka provuar, do thoja. Si të duket? Pra, pse ka filluar të bëhet kaq virale? E shoh kudo. Unë se kam provuar akoma. Se të tregoj me sinqert nuk di se si. Ja, kjo është fotoja ime. Do me thënë, pjesa pse njerëzit janë fiksuar kaq shumë është ajo pjesa estetike dhe nga që po e bëjnë të gjithë. Futet dhe pak pjesa e borës, dhe me thënë, ata që e kanë zhvilluar aplikacionin quhet Made to App, e kanë hedhur fix në momentin që ka filluar borë në hemisferën veriore aty në Kinë. Pra është një aplikacion kinez dhe momentin e parë që aty ka filluar bora, tani filluan të lanconin dhe aplikacionin e tyre, duke na kuriozuar për ta përdorur dhe ne. Pra është ajo ndjesia. Mua më bën përshtypje, është fakti që ti po thua ka nisur në një vend ku sapo kanë filluar rreshtet e borës. Dhe njerëzit janë, tani nuk mund të flasim për ne që jemi këtu, se nuk kemi borë, po referohen atyre që kanë nisur fillimisht aplikacionin që nuk mjaftohen me atë që ta ofron natyra, po e kanë shumë më të thjeshtë që ta marrin përmes inteligjencës artificiale. Kjo është ideja. Pra tani fala inteligjencë artificiale çdo gjë është bërë më afërt, më e prekshme dhe pjesa e borës njerëzit për periudhën është ajo emocioni festiv. Për periudhën e festave do bënin çdo gjë dhe pjesa e borës lidhet shumë me pjesën e festave dhe duan që ta kenë më afër dhe për më tepër dhe në vendet që nuk bie borë, siç mund të jenë vende tropikale, tani kanë mundësi që ta shohin veten e tyre me këtë trend duke e nxjerrë në imazhe të ndryshme, me çadër, ishim aty në një shtëpi larg, në vende domethënë që janë shumë të largëta që ndoshta njeriu në përditshmërinë e vet nuk mund të arrijë. Po, nga ana tjetër, duke qenë se është bërë kaq i përhapur, nëse shihet tek imazhet e para, të thoje miku im ka shkuar të vizitoj një vend tjetër, por tani duket sikur të gjithë kanë shkuar në të njëjtin vend edhe është mëse e kuptueshme. Kjo ka të bëjë me zhvillimin e inteligjencës artificiale. Pra nëse në fillimet ne kishim vështirësi që një aplikacion ose një program të na nxirrte me tiparet tona të plota, ne jemi habitur në fakt dhe me specialistët dhe me kolegët që diskutoj se sa reale na nxjerr. Dhe në fillim fare kur po shikonim trendin, fotot dukeshin aq identike, pjesa e tipareve, e syve, e buzëve, dukej aq identike sikur është foto reale dhe më vonë kur shikonim në caption që ishte AI generated, aty kuptuam që ishte pjesa e aplikacionit edhe është pjesa e një trendi që po zhvillohet. Po një arsye tjetër pse njerëzit po e përdorin është kjo pjesa që të gjithë po e bëjnë, është kjo fear of missing out. Pra kanë frikë që ky trendi do mbarojë dhe s'do jenë dot pjesë e këtij trendi. Dhe nga një konferencë digjitale që isha, duke parë dhe duke analizuar sjelljet që kanë njerëzit në rrjetet sociale, është vënë re që njerëzit duan to be seen, to be connected dhe to belong. Pra, duan që të jenë të lidhur, pra me njëri tjetrin, të angazhohen, të komunikojnë, to be seen, të jenë në qendër të vëmendjes, pra të jenë në një komunitet më të madh, të bien në duke, domethënë të kenë atë syrin siç kemi ne vuajmë për pjesën e egos, krenarisë, për të dalë, për të qenë dikush, dhe pjesa pastaj belong ti përkasin këtij komuniteti që gjithë po e bëjnë këtë trendin. Pra jo vetëm ata që dinë të përdorin një aplikacion ose dinë të përdorin inteligjencën artificiale, por pse jo dhe ata me anë të një aplikacioni thjesht duke marrë një foto të tyre, duke uploaduar të bëhen pjesë e këtij trendi. Pra është pak psikologjike do thoja. Më tingëllon sikur më shumë na dëmton, pra të gjitha këto tendencat që ti përmende, sikur më shumë na dëmtojnë, sepse po kërkojmë që ti përkasim botës duke zbatuar trendet dhe jo duke qenë vetja dhe duke dhënë më të mirën ashtu siç jemi, të jemi të vërtet. Pra duket sikur kemi ndërtuar ca standarde që po vinë akoma edhe realitetet të tjera përforcuara nga inteligjenca artificiale. Si e sheh këtë pikë? Deri ku mund shkojë inteligjenca artificiale? Në fakt para trendit AI Snow Trend mund ta themi ishte nano banana, pra që ishte ajo pjesa që të nxirrte në 3D dhe ti mund të printoje versionin tënd në 3D
D, që ishte goxha virale në rrjetet sociale. Tani erdhi kjo, domethënë ideja është kjo pjesa që duan të jenë aty, duan të bëhen pjesë e këtij realiteti që nuk është bota e tyre dhe mund të arrijnë vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale. Pra ata nuk kanë mundësi që ndoshta të udhtojnë ose të shkojnë në vende që po bie borxh, që kanë filluar festat, që është ajo emocioni festiv dhe mënyra e vetme ose më e shpejta e cilësoj edhe pjesa e shpejtësisë është nëpërmjet këtij aplikacioni për të qenë një lloj me të tjerat. Pra është një gënjeshtër që po vjen. Pagova për afërsisht 10 euro për të gjeneruar një foto me 3 pjesë ku jam në një vend me borë. Është me pagesë i gjitha apo ka edhe free, por duhet të ndjekësh disa hapa, disa etapa në mënyrë që ta marrësh. Këtu është ajo pjesa që ndërlikohet pak puna, domethënë të gjitha aplikacionet që janë me inteligjencën artificiale janë kundrejt një pagese. Edhe Me to App, që është bërë ky trendi, të jep atë 3 ditë që janë falas, po pastaj fillon pjesa e subscription që duhet ta bësh javore është $10 për të gjeneruar foto, ndërsa mujore është $39. Pra ka një kosto, domethënë të gjitha ata që po bëjnë këto trende, po shpenzojnë për një foto, po e krahasoj për shembull me koston që mund të përdorim për një version me pagesë të ChatGPT-s që na sjell jo vetëm foto, po na sjell edhe tekste për punime të ndryshme, pra ka akoma edhe më shumë elementë të cilët do të shërbenin. Ata që nuk kanë mundësi që të abonohen dhe ta marrin Me to App, patjetër që mund ta bëjnë dhe me ChatGPT, sepse ChatGPT sapo ka lançuar dhe modelin tjetër 5.1, pra modeli më i fundit, mund të gjenerojë një foto të tyre, po thjesht ideja është që nuk të del ndoshta fiks eksakt siç është bërë ky trendi kaq viral. Anita, që tregohem me sinqert, përtej fakti që jam gjithmonë skeptike paksa me këto trendet, më pëlqejnë, se janë foto të bukura. Janë interesante dhe të çojnë në ca dimensionet. Shiko, këtu është dhe një efekt psikologjik që e përmenda edhe pak më përpara, po që studiusit britanik më së shumti e kishin vënë duke dhe kishin bërë një studim të shkurtër dhe thonin që pjesa e borës të jep atë qetësinë. Pra, kur bie borë çdo gjë ndalon, stopon dhe ti je vetëm duke parë atë momentin që bora po bie, edhe bora vetë si fenomen është një gjë që bie, pastaj bie shi dhe direkt zhduket. Pra, është një gjë shumë momentale, po ama në atë pak sekonda ajo të fal atë qetësinë, të largon nga stresi, nga ankthi dhe të lidh më shumë me pjesën e natyrës. Dhe disa do diskutoj tjetër tani, Fatjona, se po më thua që psikologët thonë këta. Ke mundësin të paguash ato fin javore 39? Javore ishte 10, mujorja është 39. Dhe po ta imagjinosh, ne kemi vënde plot me borë, me 39, po themi 20 euro, shtoj edhe pak të tjera, ato që do bësh për muajin tjetër, dhe ti bën një ditë pushim, 2 ditë pushim në një vend me borë. Pra, a duhet të, po na bën pak më pak gjykues inteligjenca artificiale, edhe në mënyrën se si menaxhojnë paran. Është vërtet. Shumë të gatshëm për të dhënë paraj që ndoshta po ti mendonim i shfrytëzonin në një formë tjetër. Po, kjo është domethënë pra ajo fear of missing out, për të mos humbur këtë trendi të gjithë shkojnë aty, kur në fakt sa po e the me këto kosto, me anë të disa paketave që agjencitë e udhëtimit bëjnë, ti mund të bësh realisht një udhëtim në një vend shumë afër dhe ta shijosh atë. Kjo është pjesa që është të vjen keq, fatkeqësisht, domethënë që ne jemi përfshirë në këtë botën digjitale, shohim ose ndjekim këto trende që na udhëzojnë ndoshta në këto vendimet e shpejta, blejmë domethënë një program të tillë, shpenzojmë për një program të tillë thjesht për të dukur, për të qenë pjesë e këtij komuniteti të madh që po bën këtë trendin. Kundërkohë, e lëm pas mendjen pjesën e gjykimit që ti realisht me aq për një person me një bilet mund të shkosh në Itali, ose ndoshta edhe në zonat akoma më afër për të shpenzuar dhe për të kënaqur dhe për ta pasur realisht atë ndjesinë, emocionin e borës. Po ndoshta ky është pak edhe problemi im, sepse flas gjatë gjithë kohës për ekonominë dhe mënyrën se si duhet menaxhuar paraja, kështu që mbase mendoj pak më ndryshe, duhet ta shoh jetën pak më lehtë. Tani në përfundim, Fatjona, si mund të përdoret pozitivisht, se duket sikur u treguam goxha kritike, po patjetër që ka edhe efekte pozitive për marketingun, për bizneset, çfarë mund të sjell në benefit të tyre.
Tani do thoja për sa i përket, domethënë, pjesën e marketingut gjithmonë ka qenë pozitive, sepse të shton kreativitetin dhe në kohë të shkurtër ti mund bësh imazhe ose gjëra shumë fantastike. Pra, nga ana e marketingut gjithmonë është pozitive, por edhe nga ana e artit, nëse më përpara do duheshin shumë kohë që të punoje në Photoshop dhe të editoje, të shikoje, domethënë, atë pjesën e detajeve, çfarë duhet të shish, të heqësh, domethënë, orë pune. Tani këto profesionist me anë të përdorimit të disa toolseve mund ta bëjnë atë gjën më shpejt dhe akoma më bukur. Pra, domethënë, është ajo ndjesia ose ajo pjesa e profesionit që të zhvillohet më shumë. Ti të bëhesh duke përdorur këto aplikacione në profesionin tënd, mund të zhvillosh gjëra të bukura që nuk janë parë më përpara me një kosto më të ulët dhe shumë shpejt. Arti, marketingu, këto janë domethënë ato dy fusha që ti e ke synimin dhe mund t'i përdorësh më shpejt edhe ka atë rezultatin ose efektin direkt. Kështu që duhet të shohim qoftë aspektet negative, po e them, po në thonjza gjithmonë, se nuk besoj që sjell kaq shumë gjëra negative, por edhe mënyrën se si mund të shërbej marketingut edhe bizneseve. Falenderoj për bisedën, Fatjona, do ta provojmë këtë trendin edhe bashkë, se nuk e kam provuar akoma. Me kënaqësi. Që të paktën një trend të vetëm të inteligjencës artificiale ta ndjek edhe unë. Po shiko, duhet vazhdosh ta bësh sa më shpejt sepse do dalin trendit të tjera. Domethënë kjo e borës ta thash është momentale, por pjesa e inteligjencës artificiale vetëm zhvillohet, kështu do kesh aplikacione të tjera, gjëra të tjera që duhet. Ja, do ta provojmë direkt tani pasi të mbyllim emisionin bashkë.